javë kishim presidentin, pritjen e presidentit dhe ne mbështesim shpesh shoqatat e grave. Kjo shoqat është në Selinë Shkup, mirë po të gjitha gratë i ka nga Tetova, cilat punojnë për atë shoqat. Punojnë punime pundore me artizanale të ndryshme, të improvizuara kaftane dhe ashtu të vendosura në rame për zbukurime, dhe vendosëm që prej asaj shoqate t'ja japim presidentit, pasi që është edhe një simbol i aneve tona, dhe të ende në Tetovë miremi me punimet artizanale. Eftoj drejtoreshën e shoqatës dhe i them, të lutem, mund një nga ato gra të vinë të jetë prezent, se kryetari ka vendosur të ja jep dhuratën ajo dhe t'i spjegon pak për motivet aty. Nga 20 gratë që kishte, gjitha nga viset rurale të Pollogut, asnjëra nuk pranoi. E dini pse? Pse shumica punonin pa ditë familjarët e tyre, punonin dhe studentët që i kishte organizuar kjo shkojnë deri te shtëpitë e tyre, u marrin punimet dhe u dërgojnë të hollat.